Shëndetje për gjithë. Fillimisht që lutem që të mbajmë një minutë heshtje për të nderuar të gjithë martirët dhe të rënë në lutjen e vitit 1999. Lavdi. Ka të bëjë një me kontratën për furnizim me lëndë djegëse, kryesisht me pelet. Kryetar, në seancë të thonë se për shkak të angazhimeve s'kemi pas mundësi, a është ndërmarrë diçka. Është fakt që jo mbi shkollës Krushën, por këtë shkollat i rrezikon buxhetin e shkollave çmimi i lartë i lëndës djegëse. E dyta, e kam pas një kërkesë që në 4 seanca për 3 kontratat që ka evidentuar auditori, cilët operatorët kanë fituar mbi bazën e 20% të poenave me plan dinamik. Çdo kontrata ose i kam kërku me pas që është publike, me hi në faqen e prokurimit të çdo njeri, i sati ka qenë në lidhje sa ka qenë më i shtrenjtë se më i liri, që ta operatorë që kanë fituar kontratat me 20% poenave mbi bazën e planit dinamik, cilëve kanë nënshkruar në fund kontrata 3 vjeçare. Vish ka qenë kriter, por nuk ka qenë i zbatueshëm. Drejtor, juve, kryetarët edhe drejtorit edhe shefi i zyrës prokurimit, i cili do për juve, ju kërkoj që këtë informatë më përcjell. Nuk besoj që të më qenë sekret kjo përfundit. Unë kam një pyetje për drejtorin e shërbimeve publike. Drejtor, nuk e di e sa ta herësh që po kërkoj nga ju rrugën Gjafer Nurkasa me rregullu. Leje që nuk keni ardhur me pas me rregullu, po as përgjigje nga ana juaj nuk o marr. E para. Unë e bëj thirrje piktuit, Ravec Fokusit, me bardh me një video me qitë publike atë rrugë në çfarë gjendje është, se ma shumë jeni të i dhonë rëndësi Ravec Fokusit se këtij kuvendit. Edhe e dyta, në qatë ku është, po të njëjtën rrugë Gjafer Nurkasa, të shkolla Isa Boletini, e keni bo atë rrugë një kafshë, drejtor. Po shenja, a e keni hek ju, a u dëmtu, nuk e di. Aty shenja që është rruga një kafshë nuk ekziston. O e hekni ato kjera që janë të i parku, mos hekni rrugën një kafshë, se është të i rreziku jetë e fëmijëve tanë që janë të shku në atë shkollë Isa Boletini. Kom një pyetje edhe për drejtorin e arsimit. Drejtor, qysh është gjendja në qerdhen tulipanët që gjysa e punëtorëve po shkojnë pi 7-ve deri 11 në punë, gjysa tjetër pi 11-ve deri në 4, e pe marrin rrogën e plot. Nëse ekziston ai ligj, ai nen që ka mundësi ashtu të me shku në punë, tregon edhe neve, dhe në që ka ma faj jena të stërmbushur me punëtorët, edhe na të shkojmë 4 orë në punë. Në komunën e Ravecit, fatkeqësisht është një numër i madh i personave me probleme mendore. Dita ditës ata po bëhen probleme dhe rrezik për qytetarët, por sidomos për fëmijët, të cilët e frekuentojnë shkollën apo edhe luajnë në lagjit e tyre. Disa prej këtyre personave me probleme mendore kanë shenja edhe të agresivitetit dhe kjo është rrezik kogja i madh për qytetarët. Dhe ishta me ditë kush me i paraqit organet kompetente që duhen me u marrë me këta persona, me u kontaktu me qendrën për punë sociale apo me organet kompetente për me bo zgjidhje që këta persona me u vendos në strehimore apo në vendet adekuate ku duhen me qenë. Dikush duhet me i trajtu këta persona që mos me mbredh rrugëve dhe me shfaq rrezik për qytetarët e Ravecit. Faleminderit shumë. Në këtë seancë, rreth një çështje për ridestinimin apo rruga që tashmë ka vazhduar e reja kjo deri tek stacioni autobusave. Kjo rrugë është quajtur Ibrahim Rugova. Do ta ketë prap emrin e njëjtë, ose propozoj që prap që ajo rrugë deri tek stacioni autobusave të quhet, pasi që është edhe rrugë e re, mirë, po ka lidhje me atë rrugë, të quhet prap emri
Ibrahim Rëgova, po ashtu rreth çështjeve të rrugës fushoreve, besoj që komuna ka vazhduar një aktivitet vazhdimisht, mirë po ende nuk kemi ndonjë hap konkret në fshatin Hoçevogël dhe Bresov. Deshta nga ana ekzekutive një përgjigje rreth rrugës zona operative Pashtrikut që lidhet fshati Hoçevogël me Reti. A ka parapar këto muaj që kjo rrugë të rregullohet, qoftë me zhavor apo siç e keni parapar në plan. Faleminderit. Pyetjet që i keni bo, përgjigje do t'i merrni me shkrim në afatin ligjor edhe për çdo paqartësi pastaj unë juftoj juve që komunikimin lirish mundini me bo secili me drejtor, jo veç në pyetje që i keni bo, po edhe të gjithë të tjera që u interesojnë në juve. Për çdo shkelje paqartësi që ju mendoni si subjekt politik, po edhe si asambleist, për gjitha shkeljet e mushme ligjore në supozimin e juj, janë organe tjera kompetente që ju mundeni me ju drejtu e unë juftoj juve, ju t'i drejtojnë organeve kompetente, pastaj ky komunikimi institucional ka me vazhdu me komunën e Rahovecit, cili do qoftë ai institucion tjetër. Paraprakisht është mbajt një takim publik për fatin që e pret Hotel Parkun. Tash ka ardhur vendimi që me dhënë me qeran këtë formë qysh është, me sa pe kuptoj. Okej. Kjo është çështja më e mirë që mund të mendohet për shkak që investitori nëse shet arsyeshme, këtë mendim e kam dhënë edhe në dëgjimin publik, konsultimin publik që është mbajt, që nëse vjen një projekt, mendimi jam ka qenë që me arë me një projekt të ri, me ndodhë rënimi i kësaj. Nëse shet arsyeshme me investitori që e merr me qera me e bo prishjen e këtij objekti dhe me investu një objekt shumë më të mirë që i përshtatet edhe konceptit të sheshit, për shkak që sheshi e ka konceptin me rreth apo çapo di unë, investitori marr me një koncept, me një objekt të themi modern që i nevojitet qytetit Rahovecit me pas në qendrën e tij. Përshëndetje kryesos, anëtar të komandit, drejtor të drejtorive, nënkryetar, përfaqësues të medjave, shoqëri civile. Ne po diskutojmë sot për kozgjatjen e vendimit për dhënien në shfrytëzim të një objekti cilin e kemi parasysh gjendën pa në momentin ku jemi, fazën pra ku jemi, edhe rrethonat politike ku jemi si komunë, sepse ju e dini se si vjetët janë zgjedhjet lokale. E derisa e kemi një situatë që ka intensitet punimeve në shesh dhe pritet mu përmbyll puna në shesh, ndërkohë kemi një objekt atje i cili nuk është, s'po du me hinë detaje se e shohim për ditë me sy. Qëse flasim për kozgjatjen, edhe unë i dëgjova pak a shumë edhe me rishën edhe burimin pak, edhe ndoshta jo të gjithë, për shkak se mrita me përqen pak kështu drejt për drejt që transmetohet. Në qëse bëhet për një investim serios, bëhet fjallë për një investim serios, destinacioni po dihet na e kemi lanë bashkë hotel. Nuk bëhet fjallë më për periudha pa të shkurtë. Kriteret, specifikat, kërkesat, besoj që duhet komisione, dhe komisione duhet si asnjëherë më parë duhet me qenë i përgjeshëm. I përgjeshëm, asnjëherë s'po them se si i kon pa përgjeshëm. Mirë po me vëmendje më të shtuar, edhe ndoshta duhet mi diskutu ma në thellësi, ma në gjerësi, edhe çfarë kërkesa na ke. Kërkesa, unë e kom shqyrtu edhe këtë mundësinë për me koncesion. Nuk parashihet, qësë është hotel, duhet me shku me këtë objektivin, se duhet me ta zyres ligjore, me qira. Tash na mund ta kemi të diskutush me qiran, mirë po me qira, sepse nuk parashihet për shumë komunës me dhanë 2-3 dhoma hoteli ose çfarë diun. Ka rrethona tjera lehtësuese që në të ardhmen mund të shihen, mirë po duhet me dhanë me qira. Unë i ftoj ata që kanë me qenë komision me njëherë pas këtij vendimi. E para puna e kemi afatin e shkurt deri në 15 vjet, pra prej 1 deri në 15, ose prej 6 muaj deri në 15 vjet, edhe në afat gjatë prej 15 deri në 99 vjet. Asnjëherë s'po insistojmë me ta 99 vjet. Po ju kisha lutur nër 50 vjet ose lek. E tash na mbetet neve si komunë, si autoritete, si komision, me shqyrtu deri në fund
ato që është vizion, ndoshta kërkesë për qartësima të mëdha, kritere, elemente e tjera, dhe unë po mendoj se operatori, subjekti që fiton ankondin, natyrisht duhet m'ia dhënë edhe një periudhë 2 vjeçare, se edhe kjo periudha 2 vjeçare është diskutabile, por na tash duhet me qit caqet tona si komunë, por kupton se tash edhe po mas 5 vjetë me prit, atëherë ajo s'ka një farë kuptim, po 2 vjet edhe në plan dinamik m'ia përcaktu, ç'është me thënë, komuna jo, organet komunale m'ia përcaktu që brenda 2 vjetet i duhesh me pas në një farë mënyrë në shfrytëzim, në përdorim për njerëzit që do ta vizitojnë atë hotel, duhet me pas të gatshëm projektin. Edhe tek me njerë me fillu pastaj me pagesën e qiras. Pra unë juftoj, nuk po du me thonë 50 vjetë. Nuk kupton, sepse nuk mos shkoj me sakt, 30 vjetë, 40 vjetë, 50 vjetë, 60 vjetë. Po nën 50 kish me qenë jo shumë tërheshe, kupton. Për shkak se nëse bojmë pjatën, ndoshta kam nuk investu 10 milion, 15 milion, 20 milion. Na nuk e di. Nuk e di. Po besohet që mund me pas një vlerë shumë milionshë, aty edhe mos t'ja lëmë tash për 15 vjetë, për 20 vjetë, për 30 vjetë. Po t'ja përcaktojmë afatën. Çka në fazën e parë, çka në vitin e parë, çka në dytin, çka në 5 vjeçarin e parë, çka në 5 vjeçarin e dytë, çka në 20 vjeçarin, çka 30 vjeçarin, çka 50 vjeçarin, çka 60 vjeçarin, varet sa e përcaktojmë. Po tani prap ky kuvend, komuna unë besoj që në çfarë do variante ka edhe nëse shuhen komunat e Kosovës, ndodh ndaj ristrukturim, ndahen po ndryshëm të ardhmen, përsëri një vendim i një kuvendit komunës për kohë zgjatje do të jetë në çfarë do instancë do të jetë diskutim përsëri. Pra do të pyetet, do të konsultohet çaj vendim që ka marrë ky kuvend. Unë juftoj mos mu është më rëndësi shumë afati, juftoj komisioni që formohet, mi parapo që ato që i përmeni diçka në zona jo gjithë, mi parapo edhe besoj është shqetësimit gjithëve, me vërtet më kujdes tonë më angazhu për specifika, për kritere, për standarde, për afate investive, çka duhet me pas qëta fazën, çka në fazën tjetër, në fazën tjetër, e tjera, për mirëmbajtje besa, për plot situata tjera. Juftoj që mos kufizohi në 30 vjetë, mos kufizohi në 50 vjetë, nuk po insistoj, edhe pse jam propozus në 99 vjetë, sepse po edhe 99 nuk on s'ka të keqe, kur gjë se është, nuk bëhet kërkush pronar, po bëhet shfrytëzues, po nër 50 vjetë do të ishte e pakuptimt, edhe s'do të tërhiqte as kënd, ndoshta interesin as e dikujt që është serioz, do ta ndjosë se du për 30 vjet. S'muj me llogaritën për 30 vjet, se njerëzit mendojnë se pas 30 vjetë s'është më jam, edhe nuk du me çuj investimin tonë. Komunat serioze shkojnë me afate më të gjatë. Unë po mendoj se na kemi guxim, kemi kapacitet edhe profesionale, edhe përfaqësuese, edhe ekzekutive, edhe përvojë mjaftueshme. Tash kemi marrë edhe mësimin nga e kaluara që mbi 50 vjetë janë. Tash alani 50, 55, 60, 70, që më kundër as 99, po ju kisha lënë me polipi votim unanim, pa asnjë se është shqetësimi të gjithëve, besoj një objekt i cili ka marrë t'ju përkesu gjendja në atë objekt. S'ka marrë t'ju rregullu gjendja, t'ju përmirësu mu. Sepse veç kontratë s'ka mu, na pinon do operator, do kësi një rojtore është aty, se teso s'ka neja, si qashtu, nështë edhe pa kontrate, pa kur gjajnë të jazje, po letë punojnë dhe sot i vjerani me bon diçka tjetër ma të mençme në atë agabohen e sa mirë sada? S'po veprojmë, do shta me thënë, se s'peshkelëm ligjin, po s'po veprojmë, është një floktora atje, bod ka heki shkreti, une nuk e di a ka shku inspektorati mi thane e ka qu, po s'është më rëndësi kjo se tek e fundit Bilone sot, po akitu me shku mi hek flok, një du të ka